Fatkeqësisht për ty, fatkeqësisht për neve dhe për qytetin. Madje thoni edhe neve po na bëhet dam, sepse nuk po mundemi me inkasu të hyrat nga rrjetet ndërtimore dhe po bllokohet zhvillimi i komunës. Kjo nuk qëndron fare, sepse e keni ditur që plani që po prezentoni sot është i pafavorshëm për ndërtuesit dhe pronarët e ngastave dhe keni dhënë me grush talente timore të pabazuara, duke shpërfyllur edhe planet aktuale regulative për lagjet e caktuara, të cilat do të anuloheshin pikërisht ashtu siç e kemi caktuar në vendim. Pra vetëm kur të votohet kjo hartë zonale, vetëm kur votohet harta zonale, atëherë anulohen ato regulative që duhet me qenë hala aktuale deri sot. Ku koeficienti në njërën anë të rrugës ka qenë 1.1, ndërsa në kranë tjetër 2.1, ma ndihmon që nuk ka ashtu. Fatkeqësisht të dy anët janë të mbushura me objekte me koeficient mbi 4. Ne kemi vepruar projektin e fundit atë për ballqerrës fëmijëve, gasta e cila ka qenë dedikuar për afarizëm, ku keni dhënë leje ndërtimore që të kalojnë të qytetin e lejuar me çfarë dokumenti të komunës së Vitrovicës. Mbi 12 milion obligimet e mbi 12 milion obligimet e prapambetura borxhe që i ka trashëguar ky ekzekutiv pa fojën e tina, që pjesën modhe në lidhje të korrekcisë janë si rezultat i kontratave kolektive. Po ka edhe obligime ndaj operatorëve ekonomik. E dyta, rrugë që në Mitrovicë. Për 50-60 vjet, unë e vlerësoj një rrugë që kryhet në periferinë më të madhe të Mitrovicës. Por në qytet nuk i ka prej kërkush. Rrugën Mbretëreshën të me komplet infrastrukturën nëntokësore. Rrugën Ali Zeneli që ka qenë planifikume prej shumë dekadave, me shumë vështirësi, as një punë të mirë nuk e mohoj një shtëpi po shpërndsua ato e vlerësoj. Është ka përfundim. Rruga Lahmimoni, e njëjta gjë. Keni dhënë leje, shumë leje. Shumica në kohën e juve. Po. Jo keni dhënë leje pa infrastrukturë, as kanalizim, as ujësjec, as rrugë. Keni këmby prona, bos vendime për interes publik, që fare nuk kam bojnë në ato rrugë. Fare, nëse të dënë me po, i ndërtu, që këmë feja re, që është ma e bukra në Kosovë edhe sot, çdo ditë kanë mundësi me e shfrytzu njerëz. Është ndërtu që më feja re në Iliri. Është ndërtu që më feja re Koshtu, po flas vetëm për terren. Është ndërtu ambulancë apo qendër mjekësisë familjare në Staritet. Jenë rinovu komplet me bare, me bajlor, me rashan, me vlahi, me shikoj. Shtinë të plani punës. Tha jenë moj zgjedhje, u fillu harta zonale në 2020, vëllmit. Ekzekutive e ka parapon 2020 që Mitrovica duhet me pas harta zonale. Shumë mirë. E keni nisë. Fatkeqësisht u bon rrimi i ekzekutive. Fatkeqësisht për ty, fatkeqësisht për neve dhe për qytetin.